Të dashurit e me, vëllezër dhe ju motra, janë bërë 3 muaj apo më shumë që kemi folë për një temë shumë të ndishme për unitetin. Me këtë kam pas për qëllim dhe dëshirë të zjarrt që këtë popull, këtë ummet, e në veçanti këtë lokalitet, me pa të unifikum, të dashur, që janë të një fjale, të një veprimi, që e dojnë tjetrin, ashtu si që donë vetë vetën e vetë, dhe është krah i fort për shoqërien tonë. Më lejoni që sot të ndryshojmë pasi që është fundi i vitit 2025. Por para se gjithash, për t'ju shprej falenderim dhe mirë se ardhje të gjithë gurbetçarëve tanë, prindërve, vëllezërve, motrave, nipave, mbesave, që marrin rrugë gjithherë, verë e dimër, po jo vetëm, për të ardhur në këtë vend ku ata ndihen më së miri, ku e bëjnë gjumin më të mirë, ku është shpresë e parë dhe e fundit për ta dhe për ne, ku na japin gjallëri dhe forcë edhe neve që jetojmë në këtë vend, ku shtëpitë e tyre ajrosen, ku oborrët e tyre gjelbrohen, ku rrugët e tona dhe vendbanimet e tona marrin një trajtman, një pamje krejtësisht tjetër të bukur që çdo njërin e shohim të buzëqeshur. Andaj mirë se keni ardhur, mirë se keni sjell këtë gëzim, si që sjellni tër vitin, Zoti ja shpërbleft që jeni krah i fort i familjes, i dinit Zotit, i atë dheut që e kemi la dhe e kemi fitu me gjak. Bëne dhe merre vendim për t'u alana dhe amanet nipave dhe mbesave që këtë vend kur mos me harru, po në vazhdimsi me vizitu dhe me kontribu për këtë vend. Të dashurit e mi, shpresa dhe friga janë si dy krahët e një shpendi. Pa njërin, fluturimi është i pamundur. Pa njërin, fluturimi është i pamundur. Besimtari ka edhe shpresë, po ka edhe frikë. Kush njeh mëshirën e Allahut, nuk dëshpërohet kurrë. Edhe nëse mëkatet e tij janë sa malet, po madame e ka njohur dhe i beson mëshirës së Allahut Dhul Xhelal, ai kurrë nuk dëshpërohet dhe kurrë nuk e humb shpresën. Ende ka dritë. Shpresa neve na unifikon, shpresa neve na bashkon. Të dashurit e mi, jetojmë në një kohë ku shumë njerëz janë lodhur, jo nga puna, por nga pritja. Jo nga përpjekja, por nga zhgënjimi. Fundi i vitit për disa është gëzim, për disa është disfat, për disa është barë, po për disa është edhe heshtje. Por Islami na mëson se shpresa nuk lodhet apo nuk lidhet me kalendarin, por lidhet me besimin. Allahu Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluhu nuk e krijoi njeriun për ta thyer, por Allahu Dhul Xhelal e krijoi njeriun për ta ngritur dhe nuk e la pa dritë as një rrugë që ai e fut këmbën në të. As një rrugë nuk e le pa e ndriçu Zoti Dhul Xhelal, madame besimtari njeriu që ka të instalum shpresën, hyn në atë rrugë. Shpresa në Islam është ibadet, adhurim i zemrave tona. Shpresa është bindja se mëshira e Allahut është më e madhe se çdo vështirësi që mund të na kaplon neve. Mos e humb shpresën, thot Allahu Dhul Xhelal, në mëshirën dhe në faljen time, sepse shpresën nga on e humbin vetëm pa besimtarët.
Ky ajet nuk flet për mëkatin, por për çdo njeri të lodhur, për çdo njeri të lënduar, për çdo njeri të zhgënjur. Shpresa ju përket që të gjithëve. Që të gjithëve ju përket shpresa. Edhe pse viti që po e mbyllim ka pas sprova. Po, ka pas sfida. Po, bile dhe sprova dhe sfida nga më të ndryshmet. Humbjet, padrejtësi, fakti që ne ende jemi bashk, është dëshmi se na nuk jemi thy. Fakti që na nuk jemi izolu në shtëpi, na nuk jemi thy. Fakti që na nuk e kemi mbyll biznesin për një sprov që na ka ndodhur, na jemi besimtar të mirë dhe nuk jemi thy. Fakti që na socializohemi për ditë më shumë me njerëzit, është shkak i besimit ton që na tregon na nuk jemi thy. Shkaku që na edhe në sprovat e tona cilat i kemi, mundohemi një dhon shpresë të tjerëve, na nuk jemi thy, jemi besimtar të mirë. Na jemi besimtar të mirë. Shoqëritë nuk rrëzohen kur përballen me vështirësi, por kur humbin shpresat dhe nuk largohen nga njëra tjetra. Kur humbin shpresat, shoqëritë humbin. Shoqëria nuk rrëzohet përballë vështirësive asnjëherë. Ajo që në bashkon është më e madhe se sa ajo që na ndon. Ajo që na bashkon është shumë më e madhe. Ndoshta në këtë pikë nuk pajtohemi. Normale është. Diversitetin mendime është pasuria më e madhe. Na e kemi edhe një gamë shumë të madhe që na bashkon, na unifikon. Hajde ta falmi njëri tjetrin aty ku nuk pajtohemi, e të punojmë, të punojmë, të ecmi në ato pika të shumta që unë edhe ti dakordohemi. Nuk jemi të gjithë njësoj në mendime, por jemi të gjithë njësoj në nevoja. Në mendimet i kemi të ndryshme, po nevojat i kemi të përbashkëta. Nuk jemi të gjithë në njësoj në këtë. Të duam qetësi. Kjo është primare për ne. Ta duam qetësin dhe rahatin, mas parin shpirtin ton. Këto, në zemër. Qetësi rahati, t'ja afrojmë familjes ton. Edhe kur ka dhimbje, ti thonë, unë e mas e shumë ti që e du në rruzullin të kësor, mas Allah dhe mas Muhammed Mustafas, je ti o baba im, je ti o nana ime, je ti o bashkëshortja ime, je ti o motra, o vlau, o djali, o vajza. Dhuroni dashuri, edhe me fjallë. Ne po dim me janë mbush gjepat fëmijëve tanë, mirë po nuk po dim një ditë me i thonë, të dua shpirti im. Ti je pjesë e zemrës time. Ne po dim me i siguru thime nga më të ndryshme bashkëshortëve tona. Mirë po nuk po dim me e lavdru një ditë, me e vlerësu një ditë, dhe me i thonë, pa ty, une nuk isha që ky që jam. Besimtari ka gjumë falenderuse mas Zotit, mas parin familjen e tina. Dikush din të falenderon çdo kënd, edhe shqyqyr që ka kësi gjumë falenderuse. Mirë po gjumë falenderuse duhet kemi mas pari për familjet e tona. Të dashurit e mi, ta duam qetësin, ta kujtojmë, shumë herë ta kërkojmë dinitetin, që për çdo ditë po humbë, ta kërkojmë dinitetin dhe të shpresojmë për të nesërmën e afërt. Fundi i vitit është thirrje për vetëdisim, jo për dëshpërim. Në Islam nuk ka fond pa fillim. Çdo ditë që Allahu na urdhëron, apo çdo ditë edhe që e adhurojmë Allahun Dhul Xhelal dhe që i marrim mesazhet nga ai, është një mundësi e re për pendim, për përmirësim dhe për vepra të mira. Allahu Xhaleshanu thot në Kur'an, unë nuk e ndryshoj gjendjen e një popullit përderisa ata vetë nuk ndryshojnë vetveten e tyre.
Por me na I dhonë Zoti atë ndryshim që unë edhe ti e kërkojmë, mas pari unë edhe ti dojmë me ndryshu në vetën tonë. Mas pari unë e ti dojmë me ndryshu në vetën tonë. Fundi vitit nuk është vetëm ndrim I ditëve, por është moment reflektimi. Në momente të vështira njeriu nuk ka nevojë për fjalë të ashpra, por për shpresë që mbështetet në besim. Momentet më të vështira, e ka bëni qeder djalja apo vajza, ka bëni problem, krejt familja në kohë këtu për ti. Po mora ja, jepi shpresë. Thuj elhamdulillah që nuk u bëkja tjetra, ky sherri tjetër. Thuj, të lutëm, me pas kujdes dhe do t'jesh shpresdhanës. Një shofer I ri I cili e ka marrë patent shoferin sot, edhe ka bo një ndeshje, nëse nuk I jap një atina shpresë për me vazhdu, ajmo kur nuk e kap timonin me dorë. Jo, kur gjë nuk është. Alhamdulillah që kemi pështuar gjithë, ti do të vazhdosh edhe do t'jesh një shofer shembull do t'jesh. Kjo është shpresa që duhet ja japmi që të gjithëve. Të dashurit e mi, Islami është fe që e mban njeriu gjallë, edhe atëherë kur çdo gjë duket e pamundur. Edhe atëherë kur çdo gjë duket e pamundur. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thëjke, është e çuditshme puna e besimtarit. Është shumë e çuditshme. Si kur ta ka plënë ndonjë e mirë, e falenderon Zotin Dhul Xhelal. Edhe ajo është gjë e bukur. Por edhe kur ta ka plënë një dhimbje, një mërzimje, sprov, bën durim. Edhe kjo është e mirë për besimtarin. Na që të dyjat do të thot I kemi. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thëjke, lehtësoni dhe mos vështërsoni, përgëzoni dhe mos largoni njerëz. Përgëzoni njerëzit, mos I largoni ata. Besimtari për besimtarin është si ndërtesa, tullat e secilës e mbajnë dhe e forcojnë ndërtesën. Le ta mbyllim këtë vit me besim të fortë në Zotin Dhul Xhelal, me shpresë më të madhe dhe me zemër më të afërt karshi Zotit, karshi familjes dhe karshi njerëzve. Allahu është I butë. Allahu e dën butësinë në çdo gjë. Mos I humb shpresën sepse ajo është frymë e besimit. Mos e nënvlerëso rolin e juaj, asnjëherë rolin tënë në shoqëri, mos e vlerëso, sepse është kyç për shoqërinë. Le ta mbyllim këtë vit jo me ankesa, por me lutje. Jo me ndarje, por me afrim. Jo me frikë, por me shpresë. Me këtë ta mbyllim këtë fundvit. Sa herë që shpresa jeton në zemrat tona, asnjë vit nuk është I humbur dhe asnjë shoqëri nuk është e thyer. Sa herë që shpresa jeton në zemrat e tona dhe krejt në fund, Imam Aliu radiallahu anhu thëjke, mos e nënvlerësoni fuqinë e shpresës, sepse me të Allahu I ringjall zemrat e lodhura. Fuqia e shpresës I ringjall zemrat e lodhura. Ahmed ibn Hanbeli, Allahu e mëshirov, thëjke, shpresa në Allahun është gjysma e fitores, ndërsa durimi është gjysma tjetër. Nëse dën me fitu, edhe shpresë edhe durim, fitove në këtë botë. Imam Maliku, Allahu e mëshirov, thëjke, ky ummet nuk mund të rregullohet ndryshe, veç se me atë që është rregullu në fillim. Sinqeritet, unitet dhe shpresë në të madhin Allah xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Të dashurit e mi, Zoti urujt juve, familjarët e juaj dhe dashurit e juaj. Allahu dhes dritë besimit sinqert në zemrat e tona, në mendjet e tona dhe në veprimet e tona. Allahu na bëf të mundur që në këtë fund vit të analizojmë çdo vepër dhe çdo përpjekje. A më përket mua si musliman, apo nuk më përket mua si musliman. Dhe të jemi shumë të kujdesshëm se Allahu na I shiqon
edhe zemrat e tona, edhe mendjet e tona, po edhe veprimet e tona. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.